Në Vlorë tashmë po shhyejnë dhe po shkatërrojnë çdo gjë, po presin barierat për ekuri, duke arritur deri aty sa po zëvendësojnë, dëmtojnë blloqet e betonit. Kjo situatë vazhdon e tillë prej muajsh në sheshin e Flamurit në Vlorë, që prej rihabilitimit të këtij sheshi pas një projekti aty të ndërmarr nga qeveria shqiptare. Ky projekt parashikonte qartësisht se sheshi i të gjithë shqiptarëve do të ishte në favor të këmbësorëve. Parkimi dhe qarkullimi i automjeteve do të ishte tepër i kufizuar, me vende të përcaktuara dhe hapësirë totale që do t'i shërbente kalimtarëve, por etja për parkime nga njëra anë dhe papërgjegjshmëria e qytetarëve të Vlorës ka bërë që ky shesh sot të pushtohet nga automjetet dhe të kthehet në favor të tyre. Një pjesë e sheshit të Flamurit e përcaktuar si një hapësirë e gjelbëruar dhe trotuar për këmbësorët është zaptuar nga automjetet. Automjetet që parkojnë aty çdo ditë duke e kthyer atë në një parkim. Për të kufizuar parkimin e automjeteve, aty janë vendosur bariera prej ekuri, të cilat brenda një kohe të shkurtër u pren sërish. Më pas aty u vendosën blloqe të mëdha prej betoni, të cilat edhe ato janë zhvendosur duke u tërhequr vetëm për t'i liruar rrugën automjeteve që të qarkullojnë dhe të parkojnë në vend. Madje makinat prej kohësh kanë filluar të ecin edhe mes përmes sheshit të Flamurit, qarkullojnë edhe në trotuar mes këmbësorëve, duke dalë nga njëra anë e tij në tjetrën dhe duke u kthyer në rrezik për jetën e qytetarëve të Vlorës dhe jo vetëm. Madje edhe barierat, të cilat kanë qenë të vendosura disa kohë më parë, u pren, blloqet e betonit u spostuan që mund të kalonin të qeta automjetet për më shkurt. Kjo gjë detyroi Bashkinë e Vlorës që në trotuarët pranë shtëpisë së Beut të fillojë të zëvendësojë të gjitha barierat anësore prej ekuri dhe të vendosi blloqe betoni shtesë, por pavarësisht kësaj pune të kryer tashmë, dy herë brenda pak muajsh ka pasur sërish tentativa të prerjes së barierave prej ekuri dhe zhvendosje të blloqeve të betonit. Persona të cilët vazhdojnë të jenë ende të pa identifikuar kanë prirje që çdo ditë edhe më tepër të japin rrugë qarkullimit të automjeteve edhe mbi trotuar, duke i hapur rrugë parkimit, gjithashtu mbi lulishtet të makinave, duke shkatëruar pronën publike. Dhe për të arritur këtë gjë, presin ekurat, thyejnë betonin, madje përdorin çfarëdo lloj forme për të shkatëruar atë projekt që ju përket të gjithëve dhe në veçanti këmbësorëve.